Zyrtari policor përfundon në pranga. Policia arrestohet në flagrancë për korrupsion. Një zyrtar policor ka përfunduar në pranga pas një aksioni të Inspektoriatit Policor të Kosovës të zhvilluar në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore në Ferizaj. Siç mëson sinjali, i arrestuari është Edison Limani, polic në stacionin policor në Shtërpc, që vepron në kuadër të drejtorisë rajonale në Ferizaj. Ai dyshohet se ka pranuar 2.000 euro si pjesë e një shume të përgjithshme në lidhje me veprën penale, organizimi skemave piramidale dhe bigjozit të paligjshëm. Arrestimi i tij është bërë dje gjatë një operacioni hetimor me masa të veçanta, përfshirë simulimin e korrupsionit ku zyrtari policor është kapur në flagrancë. Operacioni është zhvilluar nga IPK me autorizim të Prokurorisë Themelore në Ferizaj, ndërsa me vendim të prokurorit, i dyshuari është ndaluar për 48 orë. Rasti tashmë ndodhet në fazën hetimore dhe po punohet për zbardhjen e plotë të rrethanave.